me idhërim po ju them që për punën e këtij postkatit një gjë që se bëj kur e bëra. E pushova nga puna atë që bën ato programin ton të datave këtyre. Ore, thu tjetrit që do dalim me 21 qershor, ta bën me 21 maj. Qa jemi të bo këtu më valla? Ne kemi bërë regjistrimet me Jos Markun për datë tjetër, pas ka bo anoncimin, shkoj e plegun, hajde. E kupton të apo jo? E kupton? Tani unë nuk e di, thoni ju, ta pushoj nga puna ata maj, nuk e di, po vetëm për një datë ta pushoj nga puna këtë. Një datë ka ngatru. Se orën ishte në rregull, në orën 9 hapshim ne. Po jo këtë javë, javën tjetër. Kemi kohë të bëjmë edhe ca filmime të bukura, do e shihni, po do shihni gjëra, nuk e keni iden, nuk du të flas, do shihni gjëra që si imagjinoni dot nga Jos Marku. I kemi incizu, i kemi filmu, i kemi gati dhe pastaj kur të bëjmë live-in, në live pastaj ju më çoni ca pyetjet që t'ja bëj Josit. Edhe po si bëra, si do i çoni ju pyetjet, po si ja bëra thoni, nuk qeke ai që kemi menune për ty. Ju du fort, 1 nga 3 se vogël ka qenë, por them se është për mirë. Çdo gjë që vjen kështu, shkon kështu dhe është shumë mirë. Këtë më thoni tani, shkruani aty, ta pushoj nga puna, mos ta pushoj nga puna. Nuk ka punu keq, po ja një datë nga trolli. Apo njerëz jemi. Hajde, do bëjmë si do bëjmë. Ju du fort. Edhe shani, kush është gënjur sot, shani për qeft juj. Dakor, mos rini kot shu indiferent. Shani Allah, nxirreni dufin. Por bëni dhe pyetjet që do t'i bëj Jozit unë për datën reale të podcastit që kemi lënë. Mirë? Ju përshëndes, ju du fort. Hajde.